Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një vajzë 30 vjeçe dhe jetoj bashkë me prindërit e mi në shtëpinë time në fshat. E tani që erdhi vera dhe moti filloi të ngrohej, ishte koha që të përgatisnim drut për stinën e dimrit. Këtë punë bëjmë çdo vit gjatë kësaj periudhe, në mënyrë që drut të kenë kohë të thahen nga dielli. Babai im e ka pak të vështirë ta përballoj të gjithë këtë punë vetëm, kështu që këtë vit, për ta ndihmuar, ai thiri baxhanakun e tij, pra burrin e tezës sime. Burri i tezës është 56 vjeç. Ai është një burr i mbajtur mirë, sepse nuk ka punuar kurrë punë të rënda. Që në mëngjes herët, ata të dy ndezën traktorin ton dhe morën rrugën përpjet malit. Morën me vete sepatat dhe motorin e sharrës. E unë dhe mamaja mbetëm në shtëpi për të bërë punët e tjera. Rreth mesdites, kur dielli po ngrohte fort, mamaja shkoi në kuzhinë për të përgatitur ushqimin për ta. Ajo preu bukën, bëri gati pak djathë të bardhë, ca domate dhe ca qep, e i futi të gjitha në disa qese të pastërta. Mbushi dhe 2 shishe të mëdha me ujë të ftohtë nga burimi, e më thiri tek shkallët dhe mi dha në dorë. Ngjito lart tek burrat, më tha ajo. Çoju ushqimin dhe ujin, se do jenë këputur nga lodhja. Kanë qenë në mëngjes duke punuar. Unë i mora qeset, u vesha mirë dhe u nisa. Ndoshta nga që ishte pak ngrohtë, vesha ca pantallona të shkurtëra. E rruga për në mal ishte e gjatë dhe e përpjet. Pjesa e parë e rrugës ishte me gur, ndërsa me lart fillonte toka me zhavor. Qeset e rënda po më rëndonin pak gjatë ecjes, por rrugën e dija shumë mirë dhe nuk nxitova. Pas pak, kur po i ofrohesha vendit ku babai im pret dru zakonisht, dëgjova zhurmën e traktorit. Zhurma nuk vinte që nga lart, por po afrohej drejt meje. Dola anash rrugës për t'i hipur vend, e pas disa kthesave, pash traktorin që po zbriste ngadal. Ishte i ngarkuar plot me drunj të prerë. Në timon ishte babai im, e kur me pa, ai frenoi traktorin e la të ndezur në vend. Shkoti lart, më tha babai, me prit atje tek burri i tezës, sa të zbreson e t'i shkarkoj këto drut poshtë në obor, e pastaj do ngjitem prap. I thash në rregull dhe vazhdova të ngjitesha. Babai lëshoi frenat dhe traktori vazhdoi rrugën e tij për poshtë. Eca edhe pak dhe dola tek një shesh i madh në mal. Kudo kishte dek pemësh të prera, gjethe dhe trunjë të përgatitura për t'u ngarkuar. Në mes të atij sheshi dëgjohej vetëm zhurma shumë e lartë e sharrës me motor. Burri i tezës e kishte sharrën të ndezur dhe po priste një trung pemë të trash. Pluhuri i drurit hidhej gjithandej nga zinxhiri i sharrës. Ai ishte me kurriz nga unë dhe nuk me pa fare kur dola aty. Prita pak që të kthente kokën, por ai ishte i përqendruar tek puna. U afrova me kujdes, lash qeset në tokë dhe e preka lehtë te krahu. E ai u dridh nga frika, e tërhoqi sharrën mbrapa dhe e fiku. Çfarë bën këtu? Më tha ai,
sa po u kthyen nga unë. Kam ardhur t'ju sjell bukën dhe ujin, i thash. Po si vjen vetëm, më thaj. Po t'ja di se këtu vetëm po të vesh të ha ujku. Po ku ka ujq këte, ja ktheva unë. E ai nuk qeshi, edhe pse unë mendoja se bën të shaka. As të duke mund si ujk, më thaj, e unë qesha për sëri me atë pytje. Jo, mos qesh, thaj, se po ta ngjita unë, ta ngjes me forcë ujku. E kuptova me njëherë si ku donte dhe dilte me atë bised. A s'po fliste as për pyllin, as për frigën, as për kafshet. Eja, më thaj, ulemi e pushojmë. Aje vendosi sharën mbi një cunk të prerë dhe shkoj drejt një lisi të madh, aty pranë për të gjetur pak hije. Unë mora qeset me ushqimin nga toka dhe ndoqa nga pas. Nxorëm bukën, i nxora dhe djathin dhe ujin dhe ja vendosa mbi disa letra të pastërta. Kur u ulem, ai nuk zgjodhi të qëndronte përballë meje, por u ul fiks ngjitur me mua, aq sa rrobat tona po prekeshin. Kjo me bëri të ndihesha pak në siklet, por isha 30 vjeçe dhe s'ma ndjente. Mos me ri kaq ngjitur, i thashon, se mund të ngjitet babai tani dhe na sheh kështu afër. Ai hapi shishin e ujit dhe piu pak. Po babai nuk ngjitet në këmbë, babai ngjitet me traktor, më thaj. E kur të ngjitet, ne e dëgjojmë zhurmën që nga larg fare, para se ai të arrijë këtu. Ai kishte të drejtë. Rruga ishte goxha e gjatë, e traktori dëgjohej që në kthesat e para. E u qetësova disi, e pastaj nuk u largova nga vendi ku isha ulur, edhe pse ishim shumë pranë. Filluam të hanim ngadalë, e pas pak ai u kthyen nga unë. Sa e mirë që je bërë, më thaj. Por prap, bëre gabim që erdhe këtu vetëm. Po haj se su bërnami, i thashon, erdha tani, ç'te bëj? E çfarë ka se unë gjita vetëm, çfarë do të ndodhi, i thash. Unë nuk e mbarova mirë fjalin, e ai u ofrua drejt meje, e me puthin e faqe. Ja, tha, a e sheh? Për këtë gjë të thash. E unë, as nuk u tremba, e as nuk u largova, nga jo puthje që me dhanë e faqe. E hu, i thash, si bën edhe ti, si kur kush e di se ç'bëre. E këto fjalë, duket se nxiten edhe me shumë. Ajo ofrua përsëri drejt meje, këtë herë me shpejt, e me puthi me njëherë në buzë. Pasi me puthi, ai tërhoqi kokën brapa, si për të parë reagimin tim, e unë nuk lëvizja, e në fakt, prisja puthjen tjetër. Pse u ndale, i thashon, e ai zgurdulloi syt i surprizuar. Pse, tha, a do prap? Si të duash të ja ktheva. E sa po dëgjoj këto fjalë, ai po sieshi u lëshua krejtësisht drejt meje. U ofrua përsëri, e filluam të putheshim. Ai me puthë vazhdimisht, edhe unë e putha atë gjithashtu, aty poshtë hijes së lisit. Vazhduam ashtu, derisa ai, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.